Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka shprehur bindjen se Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja, pasi ka thënë se as kryeministri në detyrë Albin Kurti e as ndonjë parti tjetër nuk i ka numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë. Në konferencën e parë për shtyp pas shpalljes së rezultateve preliminare nga zgjedhjet e 12 tetorit, Krasniqi ka theksuar se bazuar në afatet ligjore, votim për nivelin qendror mund të ketë midis 30 nëntorit dhe 14 dhjetorit. Tashmë zoti Kurti ka pranuar mandatin nga presidentja, i ka edhe 11 ditë për me provu me e bo qeverinë. Unë jam i bindur, siç kam qenë gjithmonë, që nuk ka numra, dhe kjo pastaj ezaurimi i provës së parë e sjell tentimin për provën e dytë, kushdo që mund të ketë shumicë, po nuk duket që ka kushdo tjetër shumicë. E sa i përket nivelit lokal, Krasniqi ka thënë se vendimet për mbështetjen e kandidatëve nëpër komunat në të cilat PDK-ja nuk ka shkuar në balotazh do të merren pas analizave të bëra me deg të partisë. Kryeqyteti është temë në vetvete, e cila do të merr edhe trajtimin, besoj, meritor në kohën e duhur. I takon Nuran Ismailit si kryetar i degës, si kandidat, si njeriu që ka arrit me rrit Partinë Demokratike të Kosovës. Jemi në situatë tjetër cilën parazitash, ashtu sikur dhe në rastet e komunave tjera, i takon Nuranit që ta thot fjalën e tij e pastaj ta marrë vendimin bashkë. Për humbjen që PDK-ja e shënoi në Drenas, ai tha se kjo i ka lënë shije të hidhur partisë. E i pyetur rreth paralajmërimit të fituesit në këtë komunë Ramez Ladrovci se do të hyjë në zyrat e PDK-s përsëri, Krasniqi theksoi se ai e ka pasur fjalën për zyrat e vjetra të PDK-s e jo për ato aktuale. Me sa kam kuptuar, zoti Ladrovci do të kthehet te zyrat që ka qenë më herët, po zyrat e Partisë Demokratike të Kosovës janë aty ku është kryesia legjitime e saj. Unë mendoj që gara atje ka përfunduar. Në zgjedhjet e së dielës, Krasniqi ka thënë se PDK-ja ka rezultuar si e vetmja parti me rritje në krahasim me zgjedhjet lokale të 2021-s, duke marrë rreth 180.000 vota në garën për asamble komunale. Kandidatët për kryetar nga PDK-ja do të jenë në balotazh në 6 komuna, përderisa fitoret kjo parti ka shpallur në Ferizaj, Skënderaj e Hante Elezit.